Ndodhemi në zonën e freskut pak minuta larg malit të Dajtit. Vite më parë, kjo zonë ka qenë shumë pak e populluar, ku numëroheshin vetëm disa banesa private. Me kalimin e viteve, kjo zonë u bë pikë synimi i shumë ndërmarrjeve ndërtimore, ku fal lejeve të ndërtimit të fituara nga tenderat, kjo zonë u shfrytëzua për ndërtimin e pallateve shumë katëshe. Pamjet flasin vetë, gjelbrim pothuajse nuk ka fare, infrastruktura rrugore lë për të dëshiruar. Përveç pallateve tashmë të përfunduara dhe të banuara, një numër i konsideruar pallatesh janë në ndërtim e sipër. Por, për më tepër, le t'i drejtohemi banorëve të kësaj zone që mund të flasin më shumë në lidhje me zonën e freskut. Jam banor i kësaj lagje, siç e shihni edhe tek Villa Gvites ku pallatet kushtohen, por i të një përputhësisë edhe pallatet po ndërtohen akoma edhe më shumë kësaj Gvites. Mbi shumë keq për kalamajt që nuk kanë kujdozin, janë detyruar që lozin në rrugë, të lozin në parkim makinash, edhe është problem shumë i madh, sidomos shfrytëzimi i aktivave gjelbërta këtu në këtë zonë, në gjithë zonën e freskut, sepse është një problem në shpërblimin e pallateve që përmetohen dhe vazhdojnë të ndërtohen të vite. Banori i kësaj lagje për 3 vjetësh, kam lënë pjesën poshtë të janës, kam manuar 20 vjetë në rrugën e Shqipërisë. Erdhëm gjatë më mirë këtu. Ajri fresk në ujë, po me shohim jo vetëm të janë, por edhe si gjithë Shqipërinë, ka filluar domosdoshmë që të merren gjithë hapësirat e gjelbra. Ja po çojmë të krahas në rrugën e Shqipërisë, që kemi shumë që mund të bëhet në shkolla mesme ose në park të fëmijë. Vende parkimi për moshinë. Si shikoni edhe rruga nacionale është shumë e prishur. Çfarë them unë, shohim vetëm që ja po të shikosh edhe mbrapa teje apo janë ndërtohet i pallat tjetër apo. Kështu që nuk besoj se janë ato parametrat e kërkuara për hapësirat gjelbore. Nuk bëhet natë fare pastaj për lugishte edhe për argëtimin e fëmijëve ose për moshën. Kam 3 vjetë që banoj në këtë lagje, por me që posojnë kohët e fundit, janë shtuar shumë numri pallateve që po ndërtohen. Hapësirat e gjelbërta janë gjithmonë më të pakta, dhe ky shqetësim vjetër që nga moshat më të vogla të fëmijëve deri tek moshat më të rritura, edhe ne të rinj që duam ta lëmë kohën e lirë, thosim mbushur plot me lokale, me dyqane, biznese, domethënë që nuk është se janë shumë të efektshme për një zonë banimi. Dhe ajo çka vjet më tepër re është se ka ndryshuar shumë. Përpara 3 vjetësh kur kam marrë në fillim, erdha për të banuar në një zonë të qetë, me ajër të pastër, me gjitha këto, por çdo gjë ka ndryshuar. Është mbi populluar vendi, ajri është bërë jashtë i pastër sa çka qenë nga shtimi i këtyre pallateve. Ndërtimi në këtë zonë për fëmijët e vegjël është shumë i kufizuar. Ja, këtu është pallati im, këtu nuk ka vena as me lojë, s'ka as parqe. S'ka çfarë do të bëj. Kështu është sa e shoh i